450 maturanti janë nështruar sot provimit të parë të maturës shtetërore që është ai gjuhës angleze. Provimi ka nisur në orën 10 dhe ka zgjatur 2 orë e 30 minuta. Nxënësit u paraqitën 1 orë e 30 minuta para këtij orari të pajisur vetëm me një dokument identifikimi dhe një stilolaps. Drejtoresha e arsimit në Gjirokastër Zonja Linditarova theksoi se procesi ka vijuar i qetë dhe pa probleme, jo vetëm në qendrat në Gjirokastër, por edhe në Tepelen me Maliaj e Përmet, ndërsa theksoi se gjithë procesi do të jetë në monitorim të rrept nga stafi pedagogjik dhe policia. Sapo filloi provimi i parë i maturës shtetërore 2016, gjuha e huaj në 3. Maturantët Gjirokastrit do të testohen sot për provimin e gjuhës së huaj të tyre të parë, respektivisht në anglisht, italisht dhe frëngjisht. Kemi 450 maturanta akomoduar në 5 qendra: Shkolla Seri Shaplo, palestra e shkollës Koto Hoxhi, palestra e shkollës Asim Zeneli, shkolla Asim Zeneli dhe palestra e shkollës Pandeli Sotiri. Procesi ka filluar normalisht në të 5 qendrat e provimit. Testimi i gjuhës së huaj është në nivelin B1, një nivel relativisht i lehtë për maturantët, gjithsej janë si çdo vit 25 pyetje të ndarë në 3 seksione. Nuk ma mendja se do të kemi probleme në procesin e zhvillimit të provimit. Për sa i përket qyteteve të Tepelenës dhe Përmetit, ka pasur probleme dhe ka filluar procesi? Në qytetin e Përmetit kemi një qendër në pallatin e sportit të qytetit, e cila akomodon të gjithë maturantët e saj, ndërsa në Tepelen kemi 2 qendra, një qendër në Tepelen dhe një qendër me Maliaj. Ka filluar procesi, nuk ka asnjë problemi të relatuar deri më tani. Procesi i radhës, provimi i radhës ku do të jetë? Në datën 11 është gjuha shqipe dhe letërsia. Në të gjithë Shqipërinë janë 207 qendra provimi, ndërsa MAS ka krijuar 5 qendra korrigjimi, përkatësisht në Tiranë, Fier, Elbasan, Korçë dhe Shkodër. Pas gjuhës angleze, maturantët do të nënshtrohen dhe 3 provimeve të tjera: gjuhë letërsi, matematikë dhe provimi i lëndëve me zgjedhje. I gjithë procesi mbyllet më datën 24 qershor.